Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Gramosa Agusholli, u lirua sot pas ndalimit nga autoritetet serbe në pikën kufitare me merdarët. Agusholli bëri të ditur se ndalimi i tij u bë për motive politike. Ai tha se ishte duke shkuar tek një i afërm i tij për tretamat mjekësor, ku u ndalua për 4 orë nga autoritetet serbe. Mirë, çdo gjë është mirë, nuk ka pasur ndonjë dhunë fizike ose diçka. Nga ora 9, kur isham duke shkuar tek pikalimi kufitar në Merdar, në rrugën tim ku një afërmja ime ka pasur një tretament mjekësor me marr, u ndalova prej autoriteteve serbe. Së pari na lanë me prit në vetur, ku isha me familjen diku afër 3 orë. Pastaj më morën në pyetje në ato zyrat e tij, pyetje që zgjatën afërsisht për 4 orë. Interesimi i tyre ka qenë angazhimi im politik si dhe angazhimi i familjarëve të mi në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Arsyeja kryesore e ndalimit ishte angazhimi im politik në lëvizjen vetëvendosje, ku u pyeta për çdo gjë si me afërsinë me kryeministrin e me anëtarët e tjerë. Edhe prej pyetjeve që i kisha prej tyre të jepte me ditë që ajo ka qenë motivi kryesor. Në zyrët e tyre afër 4 orë më kanë mbajt, deklaroi ai.